në këtë diskursin tonë për ditë shumë shpesh herë kemi ndëgju atë frazën veturës ja bojna servisin një në vetë, vetës asë Ma shpesh veturë. Edhe ma shpesh. Na ka pa ankë të shqetësomi për shëndetin edhe kërkojmë ndihmën e mjekut veç kur smurët dikush familje ose dikush i afër me një smundje të rënë dhe pastaj hajtë shkejt e bëj edhe unë një kontroll. Kontrollat konsideroj që janë pjesa më e rëndësishme e parandalimit të smundjeve, sepse preventiva, parandalimi është gjëja më e rëndësishme në mjekësi, por edhe në sistemin shëndetësor, duke u pas parasysh edhe kostën e gjithçka tjetër. Kjo është kryekput e lidhur me mungesën e sigurimeve shëndetësore, por edhe me kulturën tonë për me shku te mjeku. Fatkeqësisht nuk e kemi qatë kulturë për me shku te mjeku, për me bo check-up, për me bo analiza, për me bo kontrolla, për me bo një screening gastrointestinal, një eho të zemrës ose çka do të qoftë në një moshë caktuar. Fatkeqësisht kjo nuk është e mundur për shkak mungesës të sigurimeve shëndetësore në vendet e zhvilluara. Procedura caktume, check-upa caktume kanë obligative gjithë qytetarët, prandaj edhe quhen sigurime të detyrume shëndetësore. Në një moshë caktume, secili qytetare ka për detyrë me shku me bo një eho, me bo një CT ose një ekzaminim të caktum pikërisht për me parandalu smundjen e caktume. Fatkeqësisht kjo te na nuk ekziston edhe prandaj është shumë e rëndësishme që sistemi jonë shëndetësor sa ma parë t'i ofroj këto mundësit, të ofroj në radhë të parë sigurime shëndetësore, të ofroj një sistem të mirëfillt shëndetësor ku gjithë qytetarët kanë mundësinë me parandalu një smundje, me trajtu me kohë, kostoja e kësaj smundje si në shëndet, si në buxhet me qenë sa më e ulët. Sigurisht që në këto rrethana do të kishim një popullat shumë të shëndetshme. Faleminderit, po më intereson nga doktori, cilat janë më shumë barierë për ne, ato aspektet financiare që nuk shkojmë në kontrollat rregullt apo më shumë janë këto psikologjike, sociale. Se të jam i smut s'po shkoj. Kujdesi për shëndetin duhet bëhet pjesë e kulturës tonë. Sa është, nëse është? Nuk është ende mjaftueshëm. Ka shenja, është duke u avansu se u folën për check-up, për shembull, një sigurim shëndetësor nuk tronon pas moshës 50 vjeçare në perëndim nëse ti nuk e bën një kolonoskopi. Një kolonoskopi mund me qenë 200 euro, ndërsa trajtimi din me shku 18.000 deri 20.000 euro. Kjo është diçka që ne duhet ta krijojmë këtë kulturë. Barierat janë të ndryshme, po duhet me unisë